Këto janë 3 truke për të tërhequr energjinë pozitive në shtëpinë tuaj. Besoni apo jo, është e mundur të tërhiqni energjinë pozitive në shtëpinë tuaj për ta shndruar atë në një vend ku mund të ndiheni të qetë dhe të sigurt, larg stresit dhe negativitetit dhe të jetoni të lumtur. Pavarësisht se njerëzit dhe objektet mund të kenë një atmosferë që ndikon humorin ton dhe jetën tonë, është fakt që ka vende ku ne në mënyrë të pandërgjeshme perceptojmë tensionet ose ku relaksohemi. Kjo ndodh sepse sipas shumë shkollave të meditimit, vendet ku kalojmë shumë kohë thithin energjitë që lëshojmë dhe më pas i lëshojnë ato ndërsa jetojmë atje. Prandaj, kur ka shumë mendime, shqetësime dhe ankthe, është mirë që mjediset tuaja të pastrohen rregullisht nga energjia negative. Thjesht pastroni dhomat, ndryshoni strukturën dhe merrni ndihmë nga masa të vogla që ndihmojnë në largimin e energjive negative dhe tërheqjen e atyre pozitive në shtëpi. Ne kemi zgjedhur 8 pika nga të cilat mund filloni të jepni një jetë të re shtëpisë tuaj. Hapni dritare dhe ngrini të gjitha grillat. Nëse dëshironi të largoni çdo lloj tensioni ose negativiteti, hapni dyert dhe dritaret gjerësisht për të lejuar sa më shumë dritë jetë mundur. Kur jemi poshtë në vend grumullim, ne priremi të tërhiqemi në vetvete duke preferuar dritat e errta dhe të buta. Dhe kjo mund të jetë më e gabuar. Për të pastruar mendjen dhe për të thithur të gjitha përfitimet e diellit, është mirë të hapni gjithçka që mundeni dhe të lini energjinë poshtë të rrjedh. Përfitoni nga bimët për të tërhequr energji pozitive në shtëpinë tuaj. Bimët janë një filtr natyral kundër çdo lloji energjie negative, veçanërisht stresit. Ato kanë një fuqi qetësuese dhe promovojnë një mjedis të shëndetshëm duke përmirësuar cilësinë e ajrit. Natyrisht që bimët duhet të jenë reale dhe të shëndetshme. Nëse dëshironi të pastroni shtëpinë nga dridhjet e këqija, kripa mund të jetë aleati juaj më i mirë. Në fakt, kristalet e tij janë në gjendje të thithin energjitë negative. Provoni ta shpërndani pak nëpër shtëpi dhe lëreni të veprojë për të paktën 1 orë para pastrimit. Mjafton vetëm një fshesë me korrent të shpejtë ose vendosni disa grushta në tas të vogël për t'i vendosur në cepat e dhomave. Ndryshoni rregullimin e mobiljeve. Orendit gjithashtu luajnë një rol themelor në ndikimin e gjendjes suaj mendore. Ndryshimi i renditjes së mobiljeve mund të duket si një gjë e vogël, por mund të ketë disa efekte befasuese. Pa ju drejtuar domosdoshmërisht diktateve të Feng Shuit, provoni të ndryshoni vendin e tavolinave dhe divanëve derisa të perceptoni një ndjenjë të re mirëqenieje. Përdorni vajra esencial që ju bën të ndiheni mirë. Aromaterapia përdoret shpesh për të reduktuar tensionin dhe stresin dhe njëjta gjë vlen edhe për energjinë negative të grumbulluara gjatë ditës që lëm të depozitohen në shtëpi. Blini një shpërndarës të mirë, një nga ato me spray ose qiri dhe lëshoni në mjedis vajrat esencial që i përshtaten më së miri situatës që ju po përjetoni, duke përfshirë livando, trëndafil, lule portokalli, mente ose temjan. Për të jetuar më të lumtur, ndryshoni perceptimet tuaja. Përpjekja për të eliminuar energjinë negative në shtëpi është e kotë nëse harrojmë se bartësit kryesor të energjisë jemi ne vetë dhe se qëndrimi, emocionet tona kanë një ndikim në mjedisin dhe njerëzit përreth nesh. Reduktimi i ankthit, frikës dhe emërimit është hapi i parë që duhet ndërmarrë për të filluar përsëri. Dhe sa do e vështirë të duket, nuk është e pamundur. Lërini gjithçka jashtë shtëpisë tuaj.